paramenoj janë, do me thonë, qëfar fati dush me pas përës me e hap telefonin në kësi raste. Vlen të theksohet që krejt këto kuponat e cilët po i shefni të lojës shpërbyse vlejnë vetëm për qytetin e Pejës, pra do të thëtë krejt këto janë mbledh në qytetin e Pejës. Tash e kam një grua, një zonjë të cilën po besoj që të na hap telefoni për ta fituar veturën, është Rebeka Grabovce. Derisa Aldini ta fokuson emrin, Rebeka Grabovce, juria le ta sheh sa është valide, edhe më pas me vazhdu për të shpresu që po na hap telefonin edhe për me e fitu një vetur Dacia 00. Okej, po e marrim. Nuk po lajmërohet. E provojmë edhe një herë, me qenë se edhe kuponin e pare provuam 2 herë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Zonja Rebeka, jeni jo? Rebeka Grabovce? Unë jam doni prej televizioni Dugagjini, deshta me të pytë qëfar veture e vëzit? Nuk vëzit i veturit. Pse? Të s'kam. Okej, atëherë urime, ke fitu një vetur Dacia 00 nga Extra Store. Faleminderit shumë. Okej, faleminderit, mund të shmarë, pastaj të marrin stafi për me e bo tërheqen e veturës, që urime, po besoj që në shtadërat ma të mirë nuk e marë në fund vitet, deri më sot. Jo. Okej. Faleminderit. Faleminderit edhe juve, urime edhe njëherë vetura e re. Tong. Rebeka Grabovce është fituesja e parë e veturës Dacia 00. E dyta që e thërën, për e para që e fitoj, tash kena me tërhik edhe një. Kështu që... Okej, do me thonë edhe vetoni e ka fitu. është valide. Do të thotë mbetet valide edhe jetoni, a? Okej, në rregull.